Telefonata e mistershme e Michael Jacksonit përpara se të vdiste. Një telefonat që mbetet ende sot një mister, ndonse shumë nga këto mistere brenda telefonatës që ai bëri, disa janë vërtetuar me kalimin e kohës e megjithatë nuk është gjendur ende shkaktari. Dëgjojeni me vëmendje. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2009, 25 qershor të vitit 2009, vdiq mbreti i popit, ose më mirë mbreti i muzikës, Michael Jackson. Dhe nga viti 2010 e këtej, muzika ndryshoi tërësisht. Duket sikur ai e vulosi njëherë për gjithmonë muzikën e dikurshme. Një muzikë që nuk përsëritet më. Nuk e di nëse ju pëlqen kjo muzikë e tanishme, dikujt nga ju padyshim, por mua muzika e tanishme nuk më pëlqen fare. Dhe muzika e atërshme, duke filluar jo vetëm nga Michael Jackson, por edhe të tjerë këngëtarë, ishin vërtet gjeni. Ndoshta thash më pëlqejnë mua, nuk dua të zgjatem tek muzika, por tek telefonata e Michael Jacksonit. Një natë përpara se ai të vdiste, bëri një telefonat, por nuk ja bëri njeriu do kujdo, por ja bëri njeriu më të besuar. Dieter Windsor, Dieter se nuk i baj mend emrat mirë të këtyre menaxherëve të tij. Ai ishte një menaxher i ri, me fjalë në kohën kur Michael Jackson ishte i ri. Dhe Dieteri ishte njeriu më i besuar i Michael Jacksonit. Kur kishte gjëra të rëndësishme, Michael Jackson ja thoshte atij. Pra edhe ndonse nuk ishte ende menaxheri i tij, ishte njeriu më i besuar. Pra vitet e fundit, ai i besonte shumë dhe çdo gjë fliste bashkë me të. Dhe kjo ka qenë telefonata e fundit që ka bërë pikërisht atij. Dhe fjalë për fjalë ka thënë Michael Jackson në telefonatën e fundit. Ata nuk më duan më. Kanë kohë që më gjurmojnë dhe nuk di nëse mund të them këto fjalë ose jo, por është mirë që mos të them shumë. Dhe pse i fliste në këtë forum? I fliste në këtë forum sepse nuk donte që të ngarkonte edhe menaxherin me faj, sepse ju e dini që ata që din eliminohen. Kështu që ai nuk donte që t'i thoshte shumë në telefon, por i tha, nëse ata kanë vendosur që të më heqin qafe, do ta bëjnë. Pra, nëse edhe sikur të flas ose sikur mos të flas, por ka një problem. Ai e bëri që të kuptonte menaxheri në telefonat, po ja u shpjegoi telefonatën, pra atë që fjalë për fjalë nuk po ja u them, por po shpjegoj telefonatën, ku menaxherin ai donte që ta mbronte. Pra, përveç se donte t'i thoshte të vërtetën, donte që ta mbronte që mos të dinte shumë, sepse do dëgjohesh telefonata. Tani, duhet të dini që në këto raste, për shembull në telefonata, si për shembull kjo e Michael Jacksonit, disa flasin me kode. Në fakt, Michael Jackson aty foli përafërsisht me kode, për të kuptuar që mua do më heqin qafe, dhe ashtu ndodhi. Ai ditën tjetër e gjetën të vdekur. Dhe ja hodhën fajin doktorit të tij. Këtij doktorit që i kishte dhënë disa pilula që jepen gjithandej. Të gjithë marrin pilula, bile edhe si quhej Elvis Presley ishte bombarduar me pilula. Dhe ky Conrad Murray, kështu quhej, nuk ishte emrin tim, por e ka Murray, dhe ky e dënuan sepse ai i kishte dhënë shumë pilula, me pak fjalë. Në të vërtet, djali i Michael Jacksonit tregonte që ishte i përgjuar, pra Michaeli dhe telefoni. Dhe ai mori këtë telefonat, pra këtë telefonat të regjistruar, sepse regjistroheshin telefonata dhe në telefonin e Michael Jacksonit, dhe e mori atë telefon, atë regjistrim, dhe e shpërndau që të mund të mbijetonte nëse do të ndodhte gjë. Në fakt, Michael Jackson thot në telefonat që mjaft që fëmijët e mi të jenë mirë, sepse ai me pak fjalë, nëse do fliste, kishte frikë, jo vetëm për menaxherin, por edhe për fëmijët, se mos i ishin qafe. E kështu që nuk foli. Megjithatë, ai tha që kur e pyeti menaxheri që kush janë ata, ai tha që nuk janë qeveria, po janë më shumë se sa qeveria, shumë herë më shumë.
Për kë e kishte fjalën? Çfarë janë këta që ishin më shumë se qeveria? Dhe tjetra, pse duhej që ta eliminonin? Ka disa teori për këtë. Teoria e parë është që Michael Jackson kishte arritur të bënte një pushtet të madh, qoftë ekonomik, por qoftë edhe të njerëzve që e donin. Pra duhej me se zbën që të rënonin atë dashuri të madhe që kishte ky njeri, sepse kishte, si mund t'ja u themun, në qoftë se është një kontenitor dhe këtu brenda kemi disa pika ku janë të përqendruara dashuria për këtë, dashuria për këtë, dashuria për këtë dhe dashuria për këtë. Në qoftë se do t'i përqendrojmë në një pikë të vetme, dashuria do të jetë më e fortë. Kështu që do rënojmë këtë, rënojmë këtë, rënojmë këtë, rënojmë këtë. Rënojmë Hollywoodin, rënojmë këngët, Michael Jacksonin, Puff Daddyn, etj, që të rrëzohet ajo dashuria që dal nga dal, dashuria dhe paraja, sepse është gjithçka aty, nga dashuria vjen edhe paraja pastaj, sepse kujt i pëlqen muzika fillon dhe blen, ose e dëgjon ato këngë. Pra, mendohet që ky ishte problemi 1, problemi i parave të mëdha dhe të pushtetit, pra një pushtet shumë i madh. Merreni mend, një këngëtar, një njeri i dobët, ashtu si ishte Michael Jackson, kishte pothuajse gjysmën e botës që dashuronte, gjysmën e botës. Dhe pse po e them këtë? Sepse ka disa teori që thuhet që nga vitet 2000 filloi, madje disa thonë që nga vitet 90 filluan që ta pickonin dhe ta gjurmonin pikërisht për këtë. Dhe filluan pastaj që të flisnin gjëja që ai kishte kapur, apo kishte probleme, apo ku ta di unë. Pra nxorën me qindra gjëra që ta rënonin dal nga dal, derisa pastaj e zhdukën në një mënyrë të paktën kështu thuhet në një nga teoritë. Por ka edhe një teori tjetër ku thuhet që Michael Jackson, meqense vitet e fundit kishte patur gjithë ato çështje gjyqësore, ai me kalimin e kohës filloi që të kishte probleme të forta. Pra probleme jo psiqike, por probleme për shembull për t'u adoptuar me njerëzit, sepse kuptoi që shumë njerëz nuk e donin, shumë njerëz e anashkalonin. Madje filloi që shumë njerëz t'i shkruanin edhe në privat ose në mënyra të tjera, duke i thënë që ishte një pedo ose një ku ta di unë gjithë ato gjëra, dhe kjo e rëndoi shumë psikologjikisht. Dhe ai filloi që të merrte pastika. Pra ai insistonte me mjekun, me doktorin, i thoshte unë dua që të qetësohem, duhet të qetësoj mendjen, duhet të qetësoj, duhet të flej gjumë etj. Të gjitha këto i krijuan probleme. Pra kjo është një tezë tjetër. Megjithatë, djali i tij nuk thot kështu, por thot kundërtën. Djali i tij thot që nuk kishte asnjë problem të tillë, sepse Michael Jackson, sepse si thoshte ai, thoshte para disa viteve, këto i gjeni dhe tek Anonymous. Në fakt telefonata e nxjerr, sepse do hidhem pak mbrapa në kohë. Telefonata e nxjerr, pra që kishte bërë Michael Jackson menaxherit të tij dhe që kishte marrë regjistrimin djali i tij, pastaj e kishte mbajtur aty, Anonymous me anë të hakerave e mori këtë. Pra në deep web e gjeti, e mori dhe e përcolli, pra në vitin 2012. Dhe nga aty e morën vesh për telefonatën e Michael Jackson, sepse përpara nuk e dinin. Por ajo që dua të theksoj është që djali i tij, i Michael Jackson, princi, ai thotë që ka thënë deri para pak kohësh, ka thënë që nuk është e vërtetë që Michael Jackson kishte depres. Nuk ishte i depresuar fare, sepse ai e dinte shumë mirë, thot djali i tij, e dinte shumë mirë që nuk kishte asnjë faj, por që kishte një grup i madh dhe i fshehtë që kërkonin që ta rënonin. Këtë thot djali i tij fjalë për fjalë, çfarë kishte dëgjuar nga jati, pra nga Michael Jackson dhe nga ata që e rrethonin. Dhe në fakt Michael Jackson nuk me fjalë të gjithë këta menaxherët e tjerë që ai pati me kalimin e kohës, duke filluar që nga Frank Diletto, John Branca, John McClay, bile edhe Frank Cascio, të gjithë këta ishin me një fjalë
manaxheri që nuk u interesonte shumë në fundit ajo jeta personale e Michael Jackson, por u interesonte më shumë paraja. Dhe Michaeli e kishte kuptuar këtë. Ndaj dhe ai kishte një jo shoqëri, por vllazëri me djetër Winston, sepse djetëri ishte dhe është një njeri i qetë, një njeri që në fundit bën punën e tij, por nuk është i etur shumë pas paras. Dhe ndaj dhe lindi vllazëria mes tyre, jo vetëm shoqëri, por vllazëri mes tyre. Dhe ai, pra Michael Jackson, i besonte vetëm djetërit. Pra nga të gjithë këta që e rrethonin, Michael Jackson i besonte vetëm këtij. Por edhe motra e tij, pasi bëri deklaratën e fortë atëherë që po, Michaeli tha e ka bërë kur ishte problemi i këtyre fëmijëve etj. Por më vonë ajo u pendua dhe filloi të qante, duke thënë që unë gabova në shprehje etj. Nuk e di e keni para apo jo videon ku ajo thot këtë në një intervistë. Dhe ndonse e ofendoi rënd publikisht Michael Jacksonin, pra vllajën e saj, më vonë, pasi ajo u afrua me Michaelin, Michaeli e fali. Pra, merrni mend tani se çfarë njeriu ishte, këtë dua të them. Gjithse kush ka problemet e veta, por unë shikoj faktin në fund fare. Pra, fakti me këtë, fakti i djalit, fakti i ishte të dashurave të tij, që të gjitha thonë të njëjtën gjë. Madje edhe disa vëllezërit e tij dhe disa shok thonë që Michaelin e kërkonin të vdekur. Kjo përpara se ai t'i ndodhte ajo që ndodhi. Pra, në të gjitha këto, nëse bëjmë një përmbledhje, kuptohet qartë që me të vërtet mund të ketë një lob shumë të fuqishëm që nëse ka vendosur të heqë qafe dikë, në një mënyrë apo në një tjetër, e bën. Dhe pyetja është kush janë? Kush fshihet? Disa thonë që janë iluminatët, disa thonë që janë masonët, disa thonë që janë njerëz të fuqishëm, si për shembull si shta edhe Donald Trump, Deep State i quan ai. Pra janë një shtet i fshehur në shtet, por janë shumë më të fortë. Tani se kush janë, pse janë dhe tjerë, pak rëndësi ka, sepse nëse kanë qenë aty dhe janë ende, ata padyshim manovrojnë çdo gjë dhe kontrollojnë çdo gjë. Por pyetja është pse duhet t'i kundërvijeshin Michael Jacksonit dhe nëse kjo është e vërtet, pra që i kundërvun Michael Jacksonit, mund t'jenë kundërvën edhe Puff-Daddyt, ose dhe të tjerëve, si thot dikush për shembull edhe Princit, këngëtarit Prince, ose George Michaelit etj. Sepse nëse vutre, në një kohë shumë të shkurtër, ajo muzikë e atërshme, para çfarë ishin ata divat atërshëm, u eliminuan njëri nga tjetri, vdiqën njëri pas tjetrit. Tani nëse janë eliminuar ose jo, këtë ne nuk e dim, por pikërisht për këtë po bëjmë një përmbledhje për të kuptuar që nëse kjo është e vërtet. Dhe pyetja është, nëse pyetje parë, a e keni dëgjuar atë telefonatën e Michael Jackson dhe keni parë? Shikoni e gjeni jo vetëm tek Anonymous, por edhe tani shpërndar gjithandej, të gjithë e kanë dëgjuar, të paktën unë 10-15 herë minimumi, dhe më ka bërë shumë përshtypje, sepse siç u thash, lexova disa rreshta të djalit të tij, të një shkrimi që kishte bërë, që ai thotë që babai nuk kishte asnjë problem, thotë, por padyshim thotë disa grupe, një grup i madh e ka kërkuar prekosh që ta eliminonte qoftë profesionalisht, por edhe fizikisht. Tani, unë ja u tregova, do të dëshiroj një komentin tuaj çfarë mendimi keni, nëse keni lexuar më shumë, do të dëshiroj nëse lini një koment këtu, dhe që mund të kuptoj, sepse unë mendoj që pas disa gojdhënave, diçka të vërtet ka, ju si thoni. Okej, hajde, natën e mirë, dhe në këtë diskutim do të dëshiroja diçka, nëse është e mundur. Një mesazh të vogël, një mesazh të shkurtër, se çfarë muzike ju pëlqen. Nëse ju pëlqen muzika e viteve para viteve 2010, apo ju pëlqen muzika pas vitit 2010. Është një pyetje jo me qëllim, me fjalë, por është një pyetje
e thjesht për të kuptuar unë në radhë parë, pastaj së bashku, se cila është muzika që na pëlqen më shumë tani kohët e fundit. Pra këto pas viteve 2010 apo ato para vitit 2010. Do të dëshiroj një koment të shkurtër. Faleminderit. Natën e mirë.